Në ambientet e bibliotekës Marin Barleti, u zhvillua një aktivitet përkujtimor me rastin e 104 vjetorit të vendimit për krijimin e monedhës kombëtare shqiptare, lekut. Të pranishmit në këtë veprimtari, vlerësuan rëndësinë historike dhe ekonomike të 13 shkurtit 1922, datë kur u hodhën bazat për krijimin e një monedhe kombëtare shqiptare. Gjatë aktivitetit, u referuan mbi kontekstin historik të asaj periudhe, kur shteti shqiptar përballej me sfida të mëdha politike dhe ekonomike, ndërsa në territor qarkullonin disa valuta të huaja. Krijimi i lekut u cilësua si një hap i rëndësishëm drejt konsolidimit të sovranitetit shtetëror dhe ndërtimit të një sistemi financiar të qëndrueshëm. Pjesë e diskutimeve ishte edhe simbolika e emrit lek, i lidhur me figurën e Lek Dukagjinit. Ata burgshtetas nuk ishin vetëm në hartë gjeografike, nuk e donin Shqipërinë vetëm si pjesë të Europës, por e donin Shqipërinë si pjesë të identitetit europian, e të civilizimit europian, si pjesë të identitetit ton arbënor. Prandaj menuan që monedha shqiptare të quhet lek, me emrin e Lek Dukagjinit, babës së kanunit e të drejtës tonë zakonore. Ka rëndësi sepse duhet ta dinë fëmijët tonë, duhet ta dinë rinia jonë, se për çaj thon lek dhe për çe kemi lekun në xhep. Ndoshta ishte dasht me ba dikush tjetër këtë gjë, ata që menojnë vetëm për lekun. Ne që e kemi organizuar sot këtu, menojmë ma shumë se për lekun për atë tonë. Se si që kem atë dhënë sot, e rinin sot, e punë sot, do të kena edhe nesër. Përkujtimi i 104 vjetorit u vlerësua si një moment të reflektimi mbi rrugtimin e shtetit shqiptar drejt stabilitetit financiar dhe forcimit të institucioneve të tij. Në vitin 2022, leku shënoi 100 vjet nga vendimi për krijimin e tij, ndërsa në vitin 2026 shënon 100 vjet nga dalja në qarkullim.